gëzuar nga kulloria më e vjetër e ngritur nga Tetovarët këtu në Radinj. Jam me dy vëllezër nga Tetova. Azbi Zetiri, Sena Zetiri. Që kanë trashëguar zanatin e gjyshit të tyre. Si quhet gjyshi? Remzi Zetiri, I cili ka ardhur në çfarë viti? 1963. Dhe ka hapur dyqanin e parë të akulloreve. Këtu ka ardhur edhe Selma Hayek. si ndodhi na tregoi çik. Nuk ishin lek, shkun me marrë me kartel. Kishte lek Salma Hayek, ë? Jo, nuk ishin me vete, kishin me kartel. Tash s'keni nevojë se të shqiptari mysafiri s'pagu. Sa e bukur. Kemi konkurrente dhe italian, vinë një vit, di, 3, ikin. Si bën do Akullorët si ju. Tetovarët, kush, jo. Sa thënë edhe italianët i keni bërë të ikin. Ikin vet. Ikin vet. Po mi ku është sekreti tetovarëve tek amëlsina dhe tek akulloret? Një pritje është në pikë të parë. Ajo i bën njerëzit që do Buzëqesh. buzëqeshje. Ku e pi kafe kur vjen në Tiranë? Te Hotel Internacionali porosit kafen vetëm të shoh flamurin duke valvitur. Asgjë tjetër. Asa e bukur. Asgjë tjetër. Dhe çdo vit vjen për ta pirë. Çdo vit vi kur të krihet sezoni, shkojnë në Tiranë, rri ditërënet veç me pa flamurin duke valvitur. Që kjo?